Është e qartë se kjo nuk ishte një pyetje, po ishte një pyetësor. Unë nuk kam se si u përgjigjem gjitha këtyre çështjeve, por ajo që do të them është se në mandatin e kaluar, edhe në këtë mandat për herë të parë kemi ndërmarrë hapa të qartë dhe të matshëm për të vendosur familjen në qendër të politikë bërjes shtetërore. Së pari janë vendosur dhe po zbatohen shtesat për fëmijë dhe lehona, si politika të reja, të cilët nuk kanë ekzistuar më parë në këtë formë dhe shtrirje. Këto masa përfaqësojnë një ndryshim thelbësor në qasjen e shtetit ndaj familjes. Nga një rol pasiv në një mbështetje aktive dhe drejt për mirëqenjen e saj, duke kontribuar njëkohësisht në nxitjen e natalitetit dhe përmirësimin e perspektivës demografike të popullit të vendit tonë. Së dyti, për herë të parë kemi nisur reformën e thellë të asistencës sociale, e cila është tashmë në fazë të avancuar. Kjo reformë synon eliminimin e padrejtësive dhe mbivendosjeve, identifikimin më të saktë të familjeve në nevojë, vendosjen e standardeve të qarta dhe krijimin e një sistemi që mbështet familjen realisht, duke e lidhur ndihmën me dinjitetin dhe aktivizimin në treg të punës. Dhe së treti, në përputhje me zotimet tona programore, kemi integruar në politikat qeveritare mbështetjen për kujdesin e hershëm të fëmijëve përmes përfshirjes së gjyshërve gjenerata për gjenerat, si një model që jo vetëm e lehtëson barrën për prindrit, por edhe e forcon lidhjen ndërbrezore brenda familjes. Tash, çështjet të cilat u adresuan këtu nuk i konsideroj çështje të familjes, por çështje gjinore. Mund të bëjmë një debat në ditë tjetër për çështje gjinore, por siç e dini, ministria është ministria e punës familjes, jo e çështjeve gjinore, e punës familjes dhe vlerave të luftës çlirimtare. Jo vlerave të luftës, po vlerave të luftës çlirimtare, se lufta jo nga qenë çlirimtare.